Mbrëmja kishte nisur si një nga ato netët e qeta në Big Brother VP Kosova, ku banorët flasin për gjëra të vogla, bëjnë humor, recitojnë kujtime, dhe ndonjëherë thjesht heshtin të ulur në divan duke dëgjuar zhurmën e lehtë të frigoriferit që hapet e mbyllet. Ishte një mbrëmje që askush nuk e imagjinonte se do të përfundonte në një përplasje të madhe, që do të trondiste jo vetëm dinamikën e shtëpisë, por edhe audiencën që ndiqte çdo çast në ekran. Në mes të kësaj qetësie, Labinoti po fliste me dy banorë të tjerë rreth lojës, strategjive, mënyrës se si disa banorë silleshin më ndryshe para kamerave se sa në kohë reale. Ishte një bisedë e zakonshme mes banorëve, e cila hera herës bëhej objekti debati. Sasa po e dëgjonte nga distanca. Ajo rinte e shtrirë në divan, por syti kishte vazhdimisht tek Labinoti. Në fytyrën e saj vërehej një nervozizëm i akumuluar, një lloj lodhje nga sjellja e tij, që sipas saj ishte mbuluar me një filtr të madh artificialiteti. Dhe pastaj ndodhi momenti që ndezi gjithçka. Pa paralajmërim, me një ton të qetë por të mpret, ajo tha: "Labi, ti këtu je vetëm për kamera." Fjalët ranë si plumb në mes të dhomës. Banorët ngritën sytë menjëherë. Disa u shtangën, disa qeshën nervoz, e disa bën atë shprehjen tipike. Tash filloi. Labinoti e la bisedën pezull. Ai u kthye nga ajo duke e parë drejtë në sy, me një lloj mosbesimi të përzier me zemërim të heshtur. "Që po thua kështu vërtet e ke seriozisht?" I tha me kokën e ngritur dhe sytë gjysmë të zgjeruar. Sasa nuk e shmangu vështrimin. Përkundrazi, ul më drejt, sikur donte ta bënte shumë të qartë atë që sapo tha. "Po, e kam seriozisht. Nuk e ke vërtetësinë këtu brenda. Ti ndryshon çdo 5 minuta sa herë kupton që kamera të ka fokus." Labinoti e kapi hundën me dy gishtërinj, një shenjë e tij tipike kur përpiqet të ruajë qetësinë. Ai e la veten të heshtë për disa sekonda derisa më në fund foli. Por tani toni i tij ishte i ftohtë dhe i prerë. "E pse po ma thua këtë? Kush të dha të drejtë me më gjykuar kështu?" Sasa ngriti supet. "Sepse është e dukshme." Ky ishte momenti kur Labinoti humbi qetësinë. Ai ngriti duart sikur donte të kapte ajrin para tij për të mos shpërthyer. Por në vend të kësaj lëshoi fjalën që ndezi konfliktin në një tjetër nivel. "A e ndjen ti veten shqiptare?" Kamera u afrua menjëherë. Banorët mbetën pa frym. Edhe zhurma e shtëpisë ra. Sasa u ngrit ngadalë nga divani, si dikush që po përgatitet për një betejë të pashmangshme. Ajo e pa drejtë në sy dhe me një zë që nuk dridhej as pak tha: "Unë jam shumë krenare për atë që jam. Mos më prek identitetin." Labinoti tentoi të fliste, por Sasa vazhdoi, pa i dhënë hapësirë. "Ti po e përdor këtë për të më ulur. Të kam mbaruar argumenti dhe po kërkon të godasësh aty ku mendon se them më shumë." Në këtë moment, banorët filluan të ndërhynin. Njëri prej tyre tha: "Labi, kjo pyetje ishte shumë e gabuar." Një tjetër i tha Sasës: "Edhe ti je shumë e drejtë për drejtë ndonjëherë, e lëndon njerëzit." Por dy protagonistët nuk po dëgjonin më. Ishin të zhytur në një debat që nuk ishte të bënte më me sjelljen para kamerave. Ishte kthyer në një përplasje karakteresh, egoje, respekti dhe identiteti. Labinoti, që po ecte nervoz në përdhom, u kthye dhe i tha: "Ti më provokove e para. Më the që jam artificial. Më the që s'kam zemër. Po unë jam kështu jam gjithmonë." Sasa, duke e parë me një qetësi të ftohtë: "Jo, Labi, ti e kështu kur kamera është ndezur." Një banore tjetër e shqetësuar, ul pranë Sasës dhe i tha me zë të ulët: "Të lutem mos e çoni këtë më tej, është e pakuptimt." Por Sasa u ngrit në këmbë dhe shkoi drejt korridorit. "Ndërsa ecte, thoshte: Se kam ndërmend të qetësohem tani, jo kur dikush më vë në dyshim kush jam." Në anën tjetër, Labinoti doli në obor. Ishte natë dhe temperatura e ftohët e ajrit e përplasi në fytyrë. Ai u ul në një nga karriget e oborit dhe filloi të fliste me vete. Më shumë si një monolog i dhimbshëm se si një justifikim. "Unë s'jam i keq. Pse më gjykojnë kështu? S'kam bërë asgjë. Po që kam mërzitur." Brenda, banorët filluan të ndaheshin në kampe. Njëri tha: "Sasa është e drejtë, Labi shpesh duket sikur luan për kamerë." Një tjetër tha: "Jo, Sasa ka qenë ashpër shumë. S'kishte nevojë t'ia thoshte ashtu." Dikush tjetër shtoi: "Kjo është përplasja më e fortë që ka pasur deri tani. Do të ketë pasoja të mëdha." Ndërkohë Sasa rinte me vajzat në dhomë, duke i shpjeguar: "Nuk kam problem debate, e kam problem kur dikush më pyet për identitetin tim."
Ajo s'më falet. Njëra prej tyre i vuri dorën në shpatull. Ke të drejtë, por duhet të ruhesh. Publiku i merr rënd këto. Sasa u kthye nga kamera dhe me zë të ulët tha: "Jam unë, nuk ndryshoj për askënd." Në anën tjetër të shtëpisë, Labinoti e mbante kokën ulur dhe me një zë të lodhur tha: "Ndoshta duhej të heshtja, ndoshta s'duhej t'ja ktheja, por s'më pëlqen kur më quajnë falco." Kamerat kapën dy botë krejt të ndryshme. Njërin të lënduar nga kritika, tjetrën të lënduar nga dyshimi i identitetit, dhe shtëpia vazhdoi të jetonte me këtë tension. Edhe pas disa orësh, askush nuk fliste për gjë tjetër. Ky debat tashmë është kthyer në tema kryesore të publikut. A e teproi Sasa? A e teproi Labinoti? Cila është e vërteta? Cila është e drejta? Cila është drejtësia? Një gjë është e sigurt, kjo përplasje nuk ishte fundi, ishte fillimi. Stepja e parë drejt një konflikti shumë më të thellë që pritet të shpërthejë sërish. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.